Sigurisht që është një situatë shumë delikate, që ka efekte dhe ndikime globale, por ajo që duhet të them që në fillim është që luftrat që zhvillohen sot janë në emër të paqes dhe të sigurisë. Sigurisht janë mashtrimi më i madh që i bëhet njerëzimit, sepse të gjithë e kuptojnë që mbas këtyre konflikteve, luftrave, qëndrojnë interesa të mëdha financiare dhe ekonomike, dhe bota nuk po ecën sipas konceptit të ribërjes, por po ecën sipas konceptit të rindarjes, të kapjes së territoreve dhe të kapjes veçanërisht të burrimeve të energjisë. Kjo sigurisht duke u mbështetur në zhvillimet e jashtëzakonshme teknologjike dhe të inteligjencës artificiale, duke demonstruar forcën, duke përsosur gjithçka që ka të bëjnë me ushtrit, me dhunën, me gjithçka tjetër, me doktrinat ushtarake etj. etj. Pra është një situatë që në fundit do të mbështetet, për atë bëjmë analizën dhe sot, do të mbështetet në radhë parë në shkallën dhe nivelin e informacionit. Do të mbështetet në mënyrën e perceptimit që mund t'i bësh kësaj situate, kaq të ngatruar, por dhe të koncepteve bazë dhe doktrinave, po dhe të interesave që fshihen mbrapa murit të politikës dhe të diplomacisë, që vazhdojnë ende të merret dhe të bëjë zigzake, ndërkohë që kemi hyrë në ditën e 5 të konfliktit Iran-Izrael.